Rej Manaj ka gjetur golin e radhës në Turqi. Sulmuesi i kombëtares jep kështu sinjale pozitive para ndeshjes me Anglinë që do të luhet më 21 mars. Ishte minuta e 58 e takimit kur Manaj shfrytëzoi si duhet topin e mbetur në zonë. Goli i shënuar ndaj portierit të Kosovës Visar Bekaj vendosi Baraspeshën 2-2, por Sivaspori humbi 3-2 në transfertën ndaj Hataysporit. Tifozët që kishin udhëtuar në mbështetje të Sivasporit e përshëndetën me përulje Manajin pas golit të shënuar. Kjo ndeshje kishte vlerë për javën e 28 të Superligës turke. Manaj ka shënuar 8 gola gjatë këtij sezoni në kampionat dhe goli i tij i fundit erdhi vetëm disa ditë pasi Manaj përfundoi në spital pas një përplasjeje kokë më kokë me mbrojtësin kundërshtar në ndeshjen e kaluar të kampionatit.